Përshëndetje miq. Në minutat vijim ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e ciklit Histori tifozësh. Në këtë program do të njiheni me historinë e tifozëve të skuadrave të kryeqytetit. Për këta tifoz, skuadrat e zemrës janë një pjesë e pandare e jetës së tyre, shpesh e shndruar në një mënyrë jetese. Sot do të njihemi me Redi Koçiun, një tifoz i Dinamos dhe historinë e tij të tifozërisë. Le të njihemi menjëherë me Redin. Redi Koçiu është 32 vjeç dhe ushtron profesionin si shef ekipi në Oshe. Redi është bashkëshort dhe baba i dedikuar i 2 fëmijëve, përkatësisht 2 dhe 5 vjeç. Së bashku me familjen e tij, Redi jeton në rrugën e Durrësit. Dashurinë për ekipin e Dinamos e ka të trashëguar nga të 4 gjyshrit e tij dhe prindrit gjithashtu. E sipas Redit, kjo dashuri ka qenë pjesë e pandarë gjithë jetën e tij. Por si e ka ruajtur ai këtë dashuri për ekipin e zemrës? A është lëkundur kjo tifozëri në periudhat e vështira që skuadra ka kaluar? Për këto, ju ftoj të ndiqni rrëfimin e Redi Koçiut në Histori tifozësh. Unë jam Redi Koçiu, jam 32 vjeç, punoj tek Oshe. Kam vite që jam tifoz i Dinamos, që i vogël. Këtë dashuri të madhe kam trashëguar nga familja, nga gjyshrit dhe nga prindrit, të gjithë cilët ishin tifoz Dinamos, madje edhe mame dhe babi kanë luajtur për Dinamon në sporte ndryshme, atletik, voleboll. Unë jam tifoz i Dinamos prej të paktën 20 vitesh. Në shtëpinë tonë, Dinamo është kryefjala e futbollit, e tifozërisë familjes tonë, pasi ne kujtojmë me mall kohën kur Dinamo ishte në elitën e futbollit shqiptar, dhe më vjen shumë keq që aktualisht nuk ndodhet në një situatë komode si që ka qenë dhe kujt takon tjetë. Klubi sportiv Dinamo është i klub futboll shqiptar nga Tirana, i themeluar në 19 korrik 1950. Nga viti 1995 deri në vitin 1997, klubi ishte njohur me emrin Olimpik. Skuadra zhvillon ndeshjet mikpritëse në stadiumin Selmas Tërmasi në Tiranë, i cili ka një kapacitet prej 12.000 vendesh. Klubi i futbollit Dinamo njihet për lojën kombinative dhe spektakolare, shtrirjen e tifozërisë në mbar Shqipërinë, si dhe për kulturën fair play brenda fushës së lojës dhe jashtë saj. Dinamo, së bashku me Tiranën dhe Partizanin, skuadra të kryeqytetit, janë 3 klubet më të rëndësishme të Shqipërisë. Ndeshjet midis këtyre 3 skuadrave të kryeqytetit përbënin dikur derbet klasike në Shqipëri, duke qenë se thithin interesin e rreth 90% të tifozëve dhe dashamirësve të futbollit shqiptar, fantastik të këtyre skuadrave legjendare. Fundi i vitit 1990, në të cilën nisën dhe ndryshimet demokratike në Shqipëri, e gjeti Dinamo si ekipin e futbollit më të suksesshëm në historinë e Shqipërisë, me 15 kampionate dhe 12 kupa të fituara, duke pasuruar arkivin e saj të sukseseve. Pas viteve 90, klubi i futbollit Dinamo fitoi kampionatin në sezonin 2001-2002, me një rekord absolut në futbollin shqiptar prej 18 fitoresh radhasi. Me nostalgji të madhe kujtoj një ndër ndeshjet më të bukura që ka pasur,
Ka qenë ndeshja me Partizanin në 17 maj 2008-ës, ku vendosi titulli kampion. Dhe ka qenë në garë Partizani me Dinamon. Dinamo ka qenë 67 pikë, mos gabohem, ndërsa Partizani 65. Partizani duhet patjetër fitore për t'i marrë titullin nga duar Dinamos, ndërsa Dinamos mjafton në një barazim. Po Dinamo si ekip me potencial dhe me vlera që ishte, nuk njifte rezultat tjetër veç fitores. Rruga e Durrësit, njohur me emrin e dikushëm si Rruga Kongresi i Përmetit, i përket njësisë administrative numër 9 në kryeqytet. Rruga e Durrësit ka marrë këtë emër për shkak se kjo rrugë deri para pak kohësh të drejtonte në qytetin bregdetar të Durrësit. Rruga e Durrësit ndër vite ka pësuar ndryshime drastike demografike, prandaj edhe bilanci i tifos grupeve që kjo lagje mban është i vështirë të bëhet saktësisht. Tifozët e skuadrave Tirana, Partizani dhe Dinamo nuk kanë shfaqur shenja dhune apo përleshjesh mes tyre në këtë lagje. Kam qenë dikuke mosha 20 vjeç. Ka qenë Bekim Kuli që bon gol që në fillim ndeshjes me penaltim duket. Dhe pastaj ka qenë Barazon Partizani, një lojë shumë e hashpër, me shumë faula, e bukur, me aksione, me grind, me gjak, me shumë pasion nga të dyja palët. Dhe diku nga fundi i ndeshjes ka qenë trener, mos gabojmë, Hasan Lika, ndërron dikë dhe funin Ertil Ferre nga fundi i ndeshjes dhe minutën e 93-4, domethënë në fund fare të takimit, në aksionin e fundit bën golin e fitores. Gol që për rizë vërtetës na çoi pesh, na çoi në qiellin e shtatë. Këto janë ato pak momente ku njeriu thot me vërtet që ka pa parajsën me dorë. Dhe ishte një nga emocionet më të tërshme që mund të kem provuar për sa i përket futbollit. Unë gjithmonë kam pas ëndër që të jem pjesë e ekipit Dinamo, që të kem mundësi të luaj, se unë edhe vetë merrem me sport. Nuk ja dola dot, por di që Dinamon e kam në zemër si në kohë të mira, si në kohë të vështira. Ndikuesi më i madh tek unë për kultivimin e dashurisë në Dinamos kanë qenë të dy gjyshit e mi, edhe prindrit e mi, të cilët kanë qenë historikisht tifozë të Dinamos. Një ndër gjërat më të bukura që ka ekipi i Dinamos është edhe emri që i është vënë, që është në ndet 105, për arsye se ajo në shumë momente e fillon po themi dobët dhe pastaj gjithmonë ja del të jetë në krye. Klubi sportiv Dinamo ka dalë 17 herë kampion e Shqipërisë në futboll dhe ka fituar 15 herë Kupën e Shqipërisë. Po ashtu, klubi sportiv Dinamo ka një numër pjesëmarrjesh në skenën evropiane të futbollit, duke marrë pjesë në Ligën e Kampionëve, 5 herë në Kupën UEFA, 3 herë në Kupën e Kupave dhe 5 herë në Kupën Ballkanike. Në sukseset e Dinamos vlen të përmendet gjithashtu edhe trofeu i Kupës së Shqipërisë në sezonin 2002-2003. Më 17 maj 2008, klubi sportiv Dinamo u shpall
kampion për sezonin 2007-2008, pasi fitore fantastike kundër Partizanit. Në një ndeshje ku blut luajton për 35 minuta me 9 lojtarë dhe fituan 2-1. Ndër rezultatet e arritura të Dinamos mund të përmendim 18 trofet fituar në Ligën Superiore, 13 trofet fituar në Kupën e Shqipërisë, 2 trofet fituar në Superkup. Po ashtu, Dinamo ka fituar edhe 15 trofe të tjerë më pak të rëndësishëm. Shumë personazhe të rëndësishëm të Dinamos janë skalitur në kokën time, siç ka qenë Xhaxhi, Faruk Sedini. Personazh shumë interesant me ato të folurën e tij karakteristike. Me ato syzet e tij terta në çdo emision në stërvitje apo në ndeshje. Një ndër portierat më të mirë që mund kujtoj ka qenë Kotorri, ka qenë Lika. Lojtar që më kujtohen shumë mirë ka qenë Redi Jupi, ikon dhe futbollit shqiptar, ka qenë Ferraj, ka qenë Pero Pejic. Dhe fill mbas këtij kampionati kaq bukur dhe me kaq mund dhe me kaq emocion. Formacioni historik i Dinamos në vitin 1953 përbëhet nga Shaqiri, Vogli, Vila, Cungu, Qinali, Murati, Jareci, Reli, Peqini, Begeja dhe Bakalli. Fill mbas këtij kampionati kaq bukur me kaq emocion, vjen një kampionat tjetër akoma më i bukur. Në atë kohë luaj me 4 faza. Kampionati shqiptar, Superliga luaj me 4 faza. Dhe Dinamo është, për të mos gabuar, është i vetmi ekip që ka mbyllur kampionatin që në fazën e tretë. Dhe faza e 4 ishte thjesht për ta mbyllur se kampionat. Dinamo për mua është identitet, është dashuri edhe është parajsë. E mbas këtyre 2 viteve të shkëlqyera dhe mbas një epoke kaq të bukur, vjen e rënja e Dinamos pikjat. Një rënje që kujdo që është tifoz i Dinamos i ka lënë një shije shumë të hidhur dhe një shenjë shumë të madhe në shpirtin e tij. Nuk i takon Dinamos të jetë në ato ujëra, i takon të jetë në elitën e futbollit shqiptar si shumë ekipe të tjera. Ne me zje presim që Dinamo të kthehet aty ku i takon, se nuk ka derbi pa Dinamo. Në Tiranë nuk ka derbi pa Dinamo. Është një ekip që i ka dhënë shumë këtij qyteti, ka dhënë shumë këtij sporti, ka ngritur pesh zemrat tona sa herë. Dhe për ne është shumë e dhimbshme që ta shohim Dinamo në të tilla situata ku nuk i takon tjetë. Unë e kam ndjekur hambas hapi Dinamo, edhe kur ka rënë në kategori të parë. E kam ndjekur ndeshje pas ndeshje, ndoshta në pamundësi për ta ndjekur edhe në përrethë. E kam ndjekur në çdo ndeshje, në çdo fitore që bënte na ngritë zemrat pesh, na krijonte iluzione që mund të kthej aty ku ishe, pastaj në çdo humbje na dhinte, na kthente me këmbë tokë. E përrisë vërtetës, Dinamo ka një fanell të rëndë. Edhe pse mund tjetë aty ku është, sërish Dinamo mbetet Dinamo. Në ditët e sotme stadiumi është një vend i përshtatshëm për familjar dhe është një vend mjaft i bukur ku mund të kalosh një fundjavë të këndshme duke parë ekipin tënd zemrës. Akoma e kam në memorie titullin e fundit kampion të 2009-s. Titulli i fundit dhe më i dhimbshëm pasi pasoi një seri situata shumë të pakëndshme për Dinamo. Pasi u shkri ekipi, lojtarët më të mirë u shitën, ikën, mbaroi një plejadë art e një ekipi si Dinamo. Më kujtohet, duhet ke qenë në mos gabohem 2006 ose 2005, ka kaluar shumë vite për rizë vërtetës,
Ka qenë ndeshja me Durrësin dhe po iknim me disa shok. Shok që nuk ishin shok të mi, po ishin shok ekipi, ishin shok zemre. Ishin shok të një ëndre. Dhe po iknim drejt Durrësit me makinë. Dhe nuk di, ndodh një incident i pakëndshëm dhe na çajt goma dhe nuk kishim as gomë rezervë. Kujtohet? Po ishte ndeshja, më duket gjysmë finale e kupës dhe ne na interesonte dhe më shumë ndeshja se sa makina. Dhe e shtym makinën në një cep të rrugës, e mbyllim aty dhe ikim me furgonat e rastit. Ke stadiumin Niko Dovane e Durrësit. E çmendur ta mendosh që të lësh makinën aty ku të la dhe vetëm për të parë ekipin e zemrës. Por të mos thënë pasaj që mbas çdo fitore të bujshme ishin birrat mbas ndeshjes. Ato që shionin më shumë, se ti komentoje çdo rast, çdo mundësi për gol, çdo gabim. Dhe ne, edhe kur ishim shkallët e stadiumit, na duke vetja sikur po të ishim aty në fushë e bonim edhe ne më mirë. Po nuk është fare vërtet. Madje na duke vetja edhe trener. O Like, o Faruko, iqe këte, fut këte. Dhe gjithë ne bëheshim ekspertë në shkallët e stadiumit. Pa lënë në tavolinë me bire, që ishim gjithë ekspert futbolli. Prandaj është i bukur futbolli, se çdo kush është ndryshe, dikush është ndryshe dhe në fund fare, aty flet vetëm fusha. Fusha dhe aktorët e saj. Dhe aktorët e Dinamos, nëse do ishin në film, duhet merrnin gjithë Oscar. Ka qenë një ekip që t'jepte emocion në çdo moment. Dhe kishte gjithmonë besimin që edhe nëse ishe në humbje, edhe nëse në fund fare ai nuk fitonte, ti e dije shumë që nëse ata do donin do kishin fituar. Këtë ndjesim më ka dhënë gjithmonë Dinamo. Më kujtohet edhe kur i shija ke stadiumi duke bërë stërvitje. Ishin gjithë çuna shumë të thjeshtë. Ato pak veta që vinim ne me i parë në stërvitje, na përshëndesnin, na flisnin. Ndoshta dikujt me emër, dikujt pa emër. Më kujtohet koha ku profesor Faruku edhe në stërvitje i bërtiste çunave si me qëndeshe. Ka qenë kora është bukura sa mezi po presim që të rikthehet edhe njëra ajo Dinamo. Rivalitetin shpeshherë të dhunshëm të dy tifogrupeve të kryeqytetit nuk kam pse komentoj fare, përderisa Dinamo ka një tifogrup i cili e konsideron sportin sport dhe jo dhunë. Një nga trenerat më të mirë që më ka pëlqyer që ka qenë ke Dinamo ka qenë Agim Cane. Në mos gabojmë ka qenë dhe Vasil Bici, super trener. Po treneri i vetër legjendar që është skalitur në memorien time është Faruk Sedini. Është i papërsëritshëm. Ndoshta edhe në rezultate, po në karakter absolutisht po që është më i mirë. Unë do doja shumë që dashurinë që kam për ekipin e Dinamos t'ja transmetoj të dy fëmijëve të mi. Madje ka filluar duke i bler edhe bluza të vogla për Dinamo.